Italia do të ofrojë viza pune për gjysmë milioni qytetarë jo antar të BE-s për të adresuar mungesën e fuqisë punëtore. Qeveria ka miratuar gati 500.000 viza të reja pune për qytetarët jo antar të Bashkimit Evropian midis viteve 2026 dhe 2028, duke filluar me 164.850 leje vetëm në vitin 2026. Ky veprim vjen ndërsa Italia përballet me mungesa të vazhdueshme të fuqisë punëtore në industritë e saj kryesore. Ky vendim është pjesë e një plani më të gjerë për të balancuar nevojat ekonomike me një kontroll më të rreptë të emigracionit, duke zgjeruar rrugët ligjore të punës, ndërsa vendi shtrëngon hyrjen e parregullt. Kjo shënon nismën e dytë më të madhe të kryeministres italiane Giorgia Meloni. Qeveria italiane ka njoftuar një limit prej 497.550 punonjësish të huaj që do të lejohen në vend për periudhën 2026-2028. Dekreti i datës 2 tetor 2025 është botuar tashmë në fletoren zyrtare. Aplikimet për vizën e punës të sponsorizuar nga qeveria u hapën më 23 tetor dhe do të mbeten të disponueshme deri më 7 dhjetor. Aplikantët duhet të dorëzojnë formularet e tyre përmes portalit zyrtar online të Italisë dhe të finalizojnë ato më 12 janar, 9 shkurt, 16 shkurt dhe 18 shkurt të vitit të ardhshëm. Ndërsa Italia përballet me mungesa të vazhdueshme të fuqisë punëtore në sektor kyç si bujqësia, ndërtimi dhe mikpritja, kjo iniciativë hap mundësi të konsiderueshme ligjore punësimi, sipas një kuadri më të sigurt dhe më të rregulluar.